Qindra qytetari u përgjigjen thirrjes së kryedemokratit Sali Berisha për të marrë pjesë në protestën kombëtare para kryeministrisë. Kryetari i opozitës ka denoncuar vjedhjen e parave publike nga zyrtarët më të lartë të qeverisë, si dhe goditjen që kjo e fundit sipas tij po i bën organeve të drejtësisë. Edi Rama, hidhi syt këtij bulevardi, nga sonte, ti kur nuk do njihesh më në Shqipëri as në botë si kryeministër, por si kavaband, si kavaband. Do ta heqim ne, populli opozitar, askush mos ketë iluzion, se Edi Rama ikën me votë, jo kur, por sot nuk ka shqiptar që beson më se Edi Rama ikën me votë. Mund të ketë tek këtu njerëz që besojnë se mund të ikën me drejtësi. Naivitet. Jo, kur. Aja është i gatshëm ato 84 mandate ti përdorë si bajoneta krimi, kundër drejtësisë, kundër qytetarëve, kundër kushtetutës, kundër ligjeve. Berisha u bëri thirrje mbar qytetarëve, intelektualëve të zhvishën nga konformizmi për të ardhmen e familjeve dhe shoqërisë, ndërsa e cilësoi numrin 1 të qeverisë dhe rilindjen si kufoma politike. Ai na ka shpall luftë. Ne i shpallim luftë. Ai ka shpall luftë shqiptarëve. Ne i shpallim luftë armikut shqiptarëve. Edi Rama sonte është një kufom politike. Rilindja sonte është një kufom politike. Ajo pret funeralin, do t'ja bëjmë ne funeralin. Pas fjalës së kryedemokratit u hollën molotov nga protestuesit në drejtim të kryeministrisë. Godina ishte rrethuar nga forcat shumta policie, ndërsa dera ishte blinduar. Më herët u hoq edhe pema festive dhe instalacioni i kërpullës. Protesta e opozitës zgjati 2 orë, ndërsa pas fjalës së Berishës, ajo u zhvendos në selinë e Partisë Demokratike. 4 persona u arrestuan, 7 të tjerë janë proceduar penalisht pas dhunës së ushtruar gjatë protestës kombëtare në bulevardin Dëshmorët e Kolbit. Sipas policisë, gjatë protestës disa nga pjesëmarrësit hollën lëndë djegëse molotov dhe kundërshtuan me dhunë punojësit e policisë që u angazhuan për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Sipas së përplasjeve 3 efektiv policie mbetën të dëmtuar dhe u dërguan për ndihmë mjekësore në spital. Në mes protestuesve në gjendje të lirë është edhe një i mitur i moshës 16 vjeç. Gjithashtu në hetim në gjendje të lirë u vendos edhe sekretari organizativ i Partisë Demokratike, Ervin Minarolli, i cili u procedua penalisht për mos respektim të detyrimeve ligjore për mbarvajtjen e tubimit.